Në kuadër të procesit të decentralizimit, u nënshkruan marrëveshjet në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe bujqësisë në një ceremoni të organizuar nga Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Qendrën për Hapje dhe Dialog në ambientet e kryeministrisë. Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu nënshkroi marrëveshjen e rëndësishme për decentralizimin e funksioneve në arsimin parauniversitar me kryetarët e 4 bashkive të Shkodrës, Beratit, Kolonjës dhe Divjakës. Marrëveshjet për decentralizimin e funksioneve nga niveli qendror në nivelin vendor u nënshkruan edhe në fushën e shëndetësisë dhe bujqësisë nga ministrat përgjegjës Albana Koçiu dhe Anila Denaj. Ministrja Manastirliu shpreh se ky është një kapitull i ri për zgjerimin e kompetencave të bashkive në funksion të përmirësimit të cilësisë së arsimit në vendin tonë. I çelim rrugën një tjetër kapitulli të pilotimit për decentralizimin horizontal, pra zgjerimit të funksioneve aktuale të bashkive, ku më shumë kompetenca dhe funksione i delegohen bashkive për të arritur më shumë rezultate në fusha specifike, për të arritur më shumë cilësi në shërbimet arsimore dhe për të patur edhe më shumë garanci që shkolla të ofrojë cilësinë e duhur të mësimdhënies dhe burimet tona njerëzore të jenë sa më shumë të kualifikuara, fal edhe një syri tjetër që do t'i monitorojë në territor, që janë pikërisht përfaqësuesit e pushtetit lokal. Ministrja Manastirliu tha se marrëveshja synon të përmirësojë menaxhimin e arsimit parauniversitar. Në funksion të objektivave që ne kemi vendosur për të forcuar bërthamën e arsimit që është shkolla, ne do të mundemi që këtë pilotim që ne po e bëjmë në 4 bashki, ta shtrim dhe në më shumë bashki. Ta bëjmë operacional për të gjitha bashkitë e vendit. Ky është qëllimi. Projekti pilot në Shkodër, Berat, Divjak dhe Kolonjë synon të testojë modele të reja të decentralizimit dhe të riorganizimit të shërbimeve arsimore. Për decentralizimin